Nuk e di se ku ka bëj Albatrit Muqiqi, i cili javë më parë i dha fund Beçaris duke kurorzuar dashurinë e tij me fejes. Në vazhdim më sjellën një material enkas për të, i cili na flet më shumë për të dashurën dhe të fejuarin e tij. Që sa kohë janë bashkë e të tjerë e ndjekin vetëm pas pak. Ajo ka punu me një kozmetikë në Gjakov, edhe rastisht e kom pa edhe në Facebook, se tash Facebooku mo. E kom pa rastisht edhe aty, edhe kur kam shku me ble një herë në Gjakov, kom pas një mbrëmje, shku me ble diçka dhe më ka pëlqy si pamje kështu e para, po edhe një sjellje, një edukat, për sa e pat ajo dhe sa më boni për shtypje, ajo më boni që me hy kësaj lidhje pak ma gjatë, me shiku se kush është, çka është. Edhe kështu vazhdoj të më thonë me kohë, po është që sinceriteti dhe ajo edukata e cila është e lindun, të një femën, ajo nuk mësohet. Edhe këto gjona dhe këto pjesë të bukra i këmë gjeta ajo fema. Ka orë ndoshta dhe koha, ashtu, e për një moment kemi qenë bashkë në Ulqen. Patëm pata dhe një mbrami edhe shkum për qef pak atje. Prej aty kalum shumë mirë dhe gjitha dhe për një moment kështu a fejum. Edhe një vendosje, kena vendosë do me thonë kështu raptap që dhojnë. Edhe për një moment ashtu e vendosëm, peshëm që vazhdoj edhe kjo procedurë, sepse edhe unë e pash edhe kohën që duhet. Gjithë shka ishin gjanat në regull, janë në regull, kalum shumë mirë, për periudhën sa kemi qenë bashkë, kemi lidhën shumë njëri me tjetrin, edhe është një janë pozitive nga jo, sepse ma ka kuptu biznisin i cili me të vërtet është bajagiron për një femër, si një këngëtar që jam unë. Albatriti, djali vetëm i prindërve me Rita Nusret Muqiqi, javë më parë i dha fund Beçaris pasi takoi fatin e jetës. Hirushja e tij është Ekzona Brahima nga Gjakova, e cila studion ekonominë. 2 vite më parë, këta të dy nuk i kishin dhënë vetëm fjalën njëri tjetrit, por edhe zemrat. E dashurinë e kurorzuan me fejes. Tani, ata janë të lidhur shpirtërisht dhe në duar mbajnë simbolet e njëri tjetrit. Këngëtari 24 vjeçar, pavarësisht profesionit, asnjëherë nuk e kishte menduar se e dashura e tij duhet të jetë figurë publike. Ai është shumë i lumtur me të fejuarën që ka. Fatin është ashtaj i cili sot jam me Ekzonën, më ka bërë mu lidh me ato. Unë nuk kom pretendu gjithmonë që t'jetë këngëtare, se çka do që t'jetë njeri, t'jetë sinqert, t'jetë zemër të mirë. Sepse vetëm tjetë artiste për shembull ose të ketë emër ose diçka nuk është, se mos tjetë mrena e mirë, është tjetër. Unë mendoj pak më larg, mendoj që të krijoj një familje shnoshtë të mirë, në rregull. Të kënaqur me përzgjedhjen e të birit janë edhe prindërit e këngëtarit. Prindë kanë veganistë, nusën, a di me gatu, a di me prej patligjona, zallop, sene po, fli, a di me qitë po. Hajde. Jo, kanë veganistë, ju ka pëlqy, mirë shumë si mamit si babit. Vesh, atë pëlqen ty mami, tha djali jam, se për tjera dëninë. Përveç se i humbi disa kilogram, fejesa duket se nuk pati tjetër ndikim të Albatriti. Ai po vazhdon ta ketë nën kontroll jetën dhe karrierën. Brenda një muj e gjys, do të lansoj edhe një këngë single, e cila do të jetë me ritëm veror, cilën do të realizojnë gjithashtu Intermedia, këngën e ka bëu Gent Sprelbuka, ajo në mes të korrikut, shpresoj që do të lansohet atëherë. Gjithashtu edhe në gusht apo në fillim të shtatorit do të jetë edhe një duet, cilin do ta sjell shumë shpejt edhe ato. Gjithsesi, Albatritin dhe Ekzonën shumë shpejt do t'i shohim në altar, vetëm se ende nuk kanë vendosur për datën e martesës. Ja, e bën orizën. Privé.